Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton 31.000 metër katror tokë shtetërore në pronësi të Universitetit Nën Tereza. Zëvendës kryeministri i parë, Izzet Mexhiti, tha se ky vendim i hap rrugën marrjes së lejes dhe zhvillimin e ndërtimit të kampusit në një vlerë prej 34.5 milion euro. Është dhënë në shfrytëzim të përhershëm, pra si pronë 31.434 metra katror tokë shtetërore është bërë pra në shfrytëzim të përhershëm Universitetit Nën Tereza. Dhe me këtë hapet rruga që të jepet leja ndërtimit dhe shkon drejt të realizimit të projektit të kampusit universitar të Universitetit Nën Tereza. Banka Europiane me 7.5 milion euro për investime të gjelbra ofron mbështetje për energji të rinovueshme dhe zhvillim rajonal në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në rajonin e Pellagonis dhe rajonin jugperëndimor, Banka Europiane po jep një mundësi për kompanitë vendase të mëdha, të vogla dhe të mesme që mund të investohet në energji të rinovueshme, efikasitet energjik, si dhe investime kapitale për zhvillim rajonal. Projekti quhet Investime të gjelbra. Vlera, e cila është siguruar për financim, është 7.1 milion euro. Është siguruar nga Banka Europiane dhe shpërndahet tek shfrytëzuesit nëpërmjet institucioneve financiare përmes dy bankave më të vogla. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kuvendi i Shqipërisë përfundon ngritjen e komisioneve parlamentare. Deputetët e mazhorancës votuan me 77 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim emrat e paraqitura nga mazhoranca për 7 komisione që i kryesojnë. Ndërkohë opozita caktoi emrat për kryesimin e 4 komisioneve parlamentare dhe 7 nënkryetarët. Kuvendi vendosi përbërjen e kryesive të komisioneve të prershme të kuvendit. Milva Ikonovi është kryetare dhe Erion Braçi nënkryetari i Komisionit për Ekonominë, Punësimin dhe Financat. Komisioni për çështjet ligjore dhe administratë publike ka kryetar Ulsi Manjen dhe nënkryetar Damian Gjiknurin. Komisioni për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen ka kryetar Bledar Çuçin dhe nënkryetar Olta Xhaçkën, ndërsa Partia Demokratike caktoi që Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet ta drejtojë Luciano Boçi. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën do të drejtohet nga Ina Zhupa dhe Komisioni për të drejtat e njeriut dhe mjetet e informimit publik do të drejtohet nga Jorita Tabaku, ndërsa Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale nga Bars Pahia. Partia e Lirisë miraton grupin parlamentar në kuvend me 7 deputet. Tedi Blushi është kryetare, Edmond Tagjinasu zëvendës kryetar, Erisa Xhixho zëdhënëse dhe Brunilda Xhiu sekretare. 3 anëtarët e tjerë janë nga radhët e Partisë Demokratike. Vazhdon dëshmia ish ndihmës sekretarit amerikan të shtetit në dhomat e specializuara të Kosovës Meselina Akt Hollandës. Në mbrojtje të Hashim Thaçit, ish presidentit Kosovës James Rubin shpreu shqetësimin se ish krerët e UÇK-s janë mbajtur kaq gjatë në paraburgim pasi siç tha ai janë dorëzuar vullnetarisht. Këto komandanti kanë thënë atij çfarë të bënte. Do të marrëdhënia ishte e tillë që nuk i thoshte Hashimi komandantëve se çfarë të bënin, por komandantët ishin ata që i thonin Hashimit se çfarë të bënte. Heqës, nuk ishte kompetenca, nuk ishte autoritet. Ai ishte thjesht pasqyrimi një lëvizjeje. Dhe shumë persona në atë lëvizje donin pavarësi tani, ose më së paku të shprehej në dokument, të konfirmojë në dokument se do të realizohet pavarësia. Ideja ishte si t'i kënaqim të gjithë. Dhe mënyra e vetme për ta bërë këtë ishte që të kishim një dokument të vagull sa i takon pavarësisë. Ai këtë nuk mund ta pranonte, sepse atij kishin thënë që nëse e bën këtë, siç na tha me fjalë të veta, do të ishte një tradhtar. James Rubin është dëshmitar i parë i mbrojtjes së Thaçit, e cila ka paraparë që në të sillen rreth 11 dëshmitar. 25 vite pasi janë larguar nga qeveria, kam pyetur të gjithë ata që mund kishin pasur informacion lidhur me këtë pretendim dhe jo vetëm në vitet 2000, por edhe dekada më vonë, kur miqtë dhe shokët e mi kishin mundësi që të më jepnin informacione që kishin qenë informacione inteligjente një kohë, asnjëherë nuk më kanë dhënë të dhëna ose informacion që bën lidhje me këto pretendimeve me ndonjë nga drejtuesit e UÇK-s. Ish ambasadori i Hollandës në Kosovë, Robert Bosch, deklaroi se ngritja e gjykatës speciale nuk është perceptuar si përpjekje e sinqertë për drejtësi. Në një intervistë televizive, ai deklaroi se ka qenë i përfshirë që në vitin 2010 dhe gjatë luftës kanë bërë gjithçka me ndërkombëtarët për të sjellë paqe. Sipas tij, Kosova vazhdon të mbajë barrën e përgjegjësisë për marrëveshjen me Serbinë dhe theksoi se shumë individ përgjegjës për krimet e viteve 90 sot mbajnë pozita të rëndësishme në Serbi. E gjithë kjo gjykatë ishte pjesë e një marrëveshje që ne krijuam de facto për serbët. Nuk është një gjykatë por është një gjykatë për të shërbyer Serbisë, shtoi ish ambasadori i Hollandës në Kosovë, Robert Bosch. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.